Këto po e vëm këtu për ndryshuar pak klim, katastrofi kanë dhënë. Nuk janë mirë. Po dhe që regulloj vetë pastaj, unë mua më përgjenjë kështu si janë. Mirë se erdhët në Fan Day me këngët time të preferuar në sfond. A mund ta vendosim të njëherë të pjesën Sorry I'm Not Sorry? Imagjino sa interesante. Sorry I'm Not Sorry. Kjo më përgjithë shumë, në të thuar tjetëri që më falë, po nuk dua të kërkoj falje, është tepër interesant, kështu që mund ta bëni kënd të ditës tuaj. Erdhi dhe e premtja, pa çka se na erdhi pak sa me shi dhe ju e dini që unë nuk jam fare fanse dhe fanatike e shiut, po jam fanatike e qefit shumë madje, kështu që le ta mbyllim tek këtë javë me Fan Day, me gjëra të bukura dhe me gallata mbi të gjitha, dhe me listën e këngëve më të mira shqiptare që do të vinë tani në ekranin tuaj. Në pjesën e dytë të Fan Day janë mbyllur kështu votat e shumë që keni dërguar në drejtim të indv.com/top 10. I kemi 10 pozicione që unë pas kam haruar të letrën e të Grimi, po sa të kalem ndërhyrjen e Bardhiafut vrapit që këtë marrë letrën e 10 vëndeve më të mira shqiptare dhe këngëve më të luajtura kështu. Okej, të rehatojmë se ulota duke vrapuar në për koridore. Tani, unë këtë këngën e kam dëgjuar rastësisht dhe kam ditur me Shazam, ju e dini. Edhe duke që se nuk e shoh shpesher në radio, të pak në ato radio që unë frekuentoj ku lëviz vërdall në për Tiranë, më duhet ta dëgjoj me 4 këngë Telekomit dhe e bëj këtë, dëgjoj këtë dhe çdo këngë time të preferuar që e kam gjanë, mund më zgjasi pak kjo dashuri, mund më zgjasi shumë çështje tjetër është kjo. Kështu që me benefitet e shumta që Telekom Albania sjell për gjithë ju mund t'i bëni ditët më të bukura sigurisht. Dhe kur bie shi, për shembull, ka një gjë të mirë te ky shiu, se dalin fotot e lezetshme, del kështu si set, dhe me këse kur është diell shumë, nuk mund t'i frysh buzën se duket që po e bën shkoqur fare dhe ashtu qarë të fryrin e buzës. Kur është shi, demek do dalë sigurisht më ditur, frym buzë, dalin foto të bukura, më shumë like, më shumë komente, më shumë gallata në rrjetet tuaja sociale. Këtë dhe shumë gjëra të natyri ofron Telekom Albania, mbi gjitha të komunikoni me njerëzit që u doni. Tani sot do bëni telefonata me miq të do thonim mbaroj Fan Day, kemi gjë interesante këtu në diel, kështu që hajde bëjmë një plan ku do ikim, çfarë do bëjmë, kështu që komunikoni me njerëz që u doni me paketat e Telekom Albania. Për shembull, po ta shihni Fationin tani, e di si e keni ja kështu, demek e kam menduar se kam një farë non stop në telefon. Atë telefon do e sillesh këtu dhe nuk do ta prekësh derisa të mbaroj Fan Day, kështu që Telekom nuk duhet të jetë për ty, por për gjithë fan lover. Kemi klasifikimin sot, ditëlindjet sigurisht, kemi të ftuar Ana Kabashi që ju shumë e mbani mend si motrat Kabashi dikur në Albanian Got Talent, pastaj ka qenë The Voice, ku ka spikatur me një këngë shumë bukur të Jesse J atje, ishte pjesë e ekipit të Aurela Gaçës, u kryen që të 4 anëtarët e jurisë të tjerë. Shumë ndryshe vjen në produksion të Science Soul sot në Fan Day për të lançuar këtë të fundit. Çfarë kemi tjetër? Kemi dhe një gjë interesante për gjithë ato që akoma duan të martohen. Një nuse ka bërë një surprizë bashkëshortit që i bie tjetër dhëndrit në dasmën e saj, kështu që ju që keni plan të martoheni, do ju japim një ide se çfarë mund të bëni që ta ndirni jashtë orbitë dasmën. Sjellim kështu këngën e parë, besoj se kam gjë tjetër për të thënë. Ti ke marrë të letrin të Grimiun, hajde të shohim këngën. Sorry, I'm not sorry. Na duhet pak kohë janë mësojmë lëvizjet që ka Bruno Mars të kjo kënga e tij e fundit. Ma tregoi Julia të mëngjes me të drejtën, mua aty të regja, sigurisht isha unë për qefin tim, po pija një dopjo kafe ka marrë sot në të drejtën se mezi po zgjohesha kur bieshi, mua më zë gjumi të më lëshën kohë 2 sekonda aty dhe po të flasë dhe shikoj që unë po dremiz, domethënë. Vdes për gjumë kur bieshi. Për shembull, do të fikë më një parakalim mo tani. Po, nuk do. Jo, tani nuk do ta bësh se nuk dua unë. Me që se po e qoj me inate këto muhabete. Do më thënë ideja ashtu që kur bieshi gjithë na flie gjumë dhe prandaj Julia po më tregonte këtë këngë dhe ne të nuk flasim, po më tregonte këtë këngën ku në fokus është gjithë të ritëm kështu dhe bërë mas që kërcen etj në mënyrë që të më zgjonte. Na u duk pak si një hapta në fan, por gjithmonë çdo këngë që vjen nga Bruno Mars është pa diskutim e super mirë pritur, kështu që kjo është më e reja për gjithë ju që doni ta dëgjoni dhe ta klikoni në YouTube, pse jo. Është e premte dhe është 7 tetor dhe janë të shumta ditëlindje që festohen, ama ju e dini në fokus dhe fiksim, por ne janë gjithë fan lover. Nëse sot festoni diçka, keni shumë putje, shumë përqafime dhe urimet më të mira, më të përzemërta dhe të vërteta. Për çdo gjë pozitive për ju vin nga i gjithë stafi i Fan Day, me përjashtim Fationit se është bërë negative nuk është më pjesë e jona. Tani,
Kalojmë kështu tek Simon Cowell, i njohur për ato batutat ti super mega të ftohta që jep në X Factor. Sikundër është edhe krijuesi i patentës të këtij kompeticioni muzikor që kanë dhënë pas shumë talente. Simon Cowell, që i mori dhe nusën shokut të ngurë se kemi fiksim në të themi këto dallaveret, feston në ditën e sotme 57 vjetorin. Shpesh herë ditëlindjen i ka festuar në punë, në krye të detyrës, duke qenë se është gjëja e vet, domethënë, ka në X Factor apo në çdo patent këtë natyre. Po vitin e kaluar, që i bie respektivisht 56 vjetorin, e ka festuar me një pjesë mirë të shoqërisë së tij që rastësisht është gjithë super mega VIP-a këto shoqërie Simon Cowell, në një ndër restorantet më luksos në Hollywood. Ne kemi edhe një foto praktikisht të festës që ka bërë Simon Cowell në vitin e shkuar në ditëlindje. Nuk e dim si do të festoj këtë vit, po kam idenë foto të sjellim në Fandejnë e vitit të ardhshëm. Për të kaluar pastaj tek Vladimir Putin, domethënë ne do të sigurojmë që ai nuk na shet se mund të eliminojë nëse unë them ndonjë gjë të keqe ose më mirë them ndonjë fjalë mirë për Vladimir Putin dhe kaq u kry. Vladimir Putin, një lider botror kështu rus, feston sot 64 vjetorin për të kaluar tek Toni Braxton. Levron muzikën soul, e kemi thënë. Është shumë Giulio, po ne duhet ta kishim bërë spontane këtë. Duhet ta kisha kërkuar unë këtë këngë. S'ka gjë. Toni Braxton në fakt është e gjithë të njohin dhe më shumë ti kam idenë e kanë dashur me Unbreak My Heart, pa çka se unë këtë këngë ja kam fiksim Yesterday, se çka dhe një fustan me shajlet jashtë, kjo ta nga që ngorde për atë fustanin. Normalisht sikundër do të rëndom, domethënë me fustanet që unë kam qef. Toni Braxton gjithmonë e njohur për zërin e saj shumë karakteristik, një timbër shumë të veçantë. Në ditën e sotme, krijuesja e kësaj këngës dance, plot dashuri, Yesterday, drama dashurie, gati për Kreta Mars dhe mos kurbieshi, po anyway mbetet këngë e bukur. Ajo sot feston 49 vjetorin, dhe vitin e ardhshëm pas ka 50 vjetor, kështu që bëni gati, bëni dhuratë, se ka shifër interesante. Pastaj kaloj për një këngë që e përshëndes gjithë djemt kudo ku ndodhen me këtë këngën që do të vi në sfond, nuk e di, po të paktën teoretizohet. Boys Does Nothing, domethënë. Ju përshëndesim gjithë çunat, nuk e kam unë me ju, po e ka Alisha Dixon, ajo e cila ka krijuar kënduar këtë këngën Boys Does Nothing, që u bë trend aftë koha dhe hashtag, po të ishin ekzistuar hashtaget. Edhe ka patur një sër hitesh, aktualisht është zhdukur deri diku Alisha Dixon, e cila feston edhe ditëlindjen në këtë ditë për ta mbyllur kështu në 38 vjetorin, kulmin e karrierës e ka patur në 2000, edhe këto e kemi thënë mbi gjitha. Tani feston dhe vokalisti i grupit të mirë njohur Radiohead, ai shënon 48 vjetorin, si për të gëzuar të gjithë fansave të Radiohead, ne i fillim tani në Fandej. Ne jemi në studio me një vajzë shumë të bukur, tani unë po mbulohem, kështu se na ka ardhur një vajzë shumë seksi në studio, kështu që e dini ku do fokusoni dhe me çfarë do merrni në gjithë emisionin. Ana Kabashi, një emër të paktën për shqiptarin e Shqipërisë shumë i dëgjuar, Ana. Dhe shumë kohë më parë madje kemi të dëgjuar. Po bre. Pa çka se sa ndryshe je tani? Plotët. Po, s'ke lënë gjë pa provuar. S'kam lënë gjë pa e vërtet. Këtë gjyrat i kam provu. Edhe di çfarë po mendoja që mua të kuqe më kanë pëlqyer shumë. Edhe mua më kanë pëlqyer shumë. Pse bile kom lek plot që më vesh kuq. Po shoh i zemër, po pse u bëre bjonde? Sepse ngjyra kuqe shumë e mundimshme. Çdo javë duhesh me ngjyrë së të kuqe, edhe pastaj kur je teshat e shtratit, kuqe. Pastaj këtë peshkirat, këto me teshat me ngjyrë kuqe. Ose kur je në shi, sidomos sot që po bjen shi, unë isha bukit koq. Edhe kur isha në studio, do isha si clown. Sa interesante, shumë e bukur kjo. Domethënë ato që ka bërë gjë flokë të kuqe. Kjo është problemi, vetëm se përndryshe unë ndina si Ana me flokë të kuqe. Në vërtet. Jam vetvetja. Provo paruke. Po, ajo është e vërtet, kam e provuar, më thonë edhe na vipet tash, gjema një perik se. Kështu që herës tjetër, do ta presim Anën me flokë të kuqe. Tjetër ndodh që vjen flokë të kuqe. I vesh edhe e veshur me të kuqe, imagjino si semafori kuq. Edhe kur vi këtë psheli me syza, s'keni me mujt me pa, oh, it's hurting my eyes. Imagjino. Tani sot erdhi, mua ka rrufshuar një mushkonjë me të drejtën, edhe e ke gjakun e ëmbël, po na Kosovë. Që një gjë të mirë duhet ta kisha tani. Gjithaj ke thënë po, për mësysh. A erdhi nga Prishtina? Po. Ama s'ke voziti se më dukesh super në formë për të ngarë makina gjitha të rrugës. Jo, s'kom vozito, nëse nuk është, kam patent shofer, po kur janë makinat manual kështu s'di me vozit, veç kur janë automatik. Edhe thash granitit, për ndryshe producentit, thash unë s'me me vozit, thash të që ki vetën qofë, vazhdo vetë, thash të s'kom që vetë po. Po ti imagjinoj, ke bë gjithë rrugës snepe. Po. Kom bo edhe kom bo shumë, se këshim muzikën e mirë. Me vërtet? Makinë dhe pastaj thashe leke. Gote, po ti e ke zgjidhur në problem, fillon dhe këndove, çfarë bëjmë që ti të këndoj? Po, granitit i kom knu për çdo ditë në studio dhe ma bo veç, anë shuj mo, se ai që unë e thiri granitin
panik gashi, se granit gashi ajo është njëri panikat, ashtu. E vërtet. E kap stresi më njëherë dhe thashë keq po kënaj, ma mirë po flaj. Ruaj zërit mirë se për të folur sa që ka malli fare, vener pikti. Po, jo foli shumë e vërtet është. Shumë e dukshme Shumë e kjo. foli. Po ruaj zërit se nuk do ikësh nga këtu pa më kënduar mua një këngë son vdes, të më këndojnë gjithë madje. Duke që se s'di ta bëj vetë. Ne do flasim kështu për singullin tonë më të fundit, produksionin tonë më të fundit muzikor. Me hile apo hile si duash ti, po do ta flasim këtë. Me gjithë qef. E pash si këngë, edhe më duke ndryshe që është e vërteta. E ishte kështu një këngë dedikuar zhgënjimit, apo? Po. Gjithashtu, duke parë këngët e më hershme, se unë kur dua të dalë në gjëra të rrezikshme dal avash avash. Po, i gjen rotu. Po. Vdes ti bie rotu. Duke parë më herët në shumë nga produksionet e tua, që ishe kontribuar me tekstin. Po. E kishe ndihmuar, po e kishe shkruar vetë. Po njerëzit kur shkruajnë, 80% i kanë përritime personale, nisur nga Adele që ka thyer rekord dhe Sam Smith e të tjerë. Po. Tani ti këtu u zhgënjeve dhe bëre këngë sepse s'u zhgënjeve, si është puna? Në fakt, kjo këngë ka qenë për dikën tjetër, edhe... Ku t'ja vëllë këngën? Jo, nuk e kishin tregu asaj këngëtare, siç. Edhe më tha Graniti, hin kënu qëta se ti e kënën shumë mirë. Edhe, okej, hina në studio se unë zakonisht i kënej këngë vëq njëherë, edhe shumë shtire kam e mësu dhe tekstin e këngës teme, se duna me përsërit tani të në kohën se veç një shat e bëjnë studio dhe s'kam nevoj me i 2-3 herë me kënu tash një verse. S'po thëmë që e di shumë mirë me kënu, po ma kop. Hera parë që është gjithë ndel mas mirë. Që ti di të këndosh të di dhe gjyshe ime, do më thë se të kemi parë në Got Talent në The Voice. Faleminderit shumë. Kështu që teksti ka qenë i përgatitun, strofa e parë dhe refreni. Strofën e dytë e kumë shkruane, po në fakt nuk është që si më bazu në vete, se gjithçka inspiru është dika, nuk është letë me shku një tekst veç me imaginat. Okej, është diçka që mund është me kriju një storje, po gjithçka që e ndin edhe që menon qysh e ndin që ato momente del ma reale dhe nin ma shumë edhe vetë kër e kënën. Kështu që po, e më bazu në vetin në strofën e fundit, po nuk u konë se cila dashuri ka të mirat edhe të qiat. A jesh vënyrë dhe njerë të dashuri? Pak po. Pak po. E vrave këtë tipi? Jo, se vrava, që zotit se e kësha vrava. Femrat kanë shumë mënyra për të vrarë. Po, e kom vrarë një pa mënyrën, po e kom vrarë në mënyrën që ka qenë, ka kalu në kohën e kaluar. Dhe thënë, edhe këshu është vrarë e tipi. Nëse se ke nevoj për ndim, që jam mirë për shere. Kështu që është problem. E di që më bëri për shtypje shumë ana sa i takon klipit, tani ti të regon dhe fajn, e gjithë kënga e hetë të këqujnë që mirë bën, me së ndrejtën. Pastaj po e shifja, okej, duke është tepër bukur, duhet ta them dhe këtë se negosët i kemi qef. Ato shalët njerë. Po, bre. Që sot i ke mbuluar, që fate? I mbulova se ftoft, edhe shi, edhe më pëlqynë qëto trenerë ka shumë tash. Okej. Trenerë ka janë tutat, apo? Po. Shtikla janë takat? Po. U kuptuam. Kapuqi është kapelja. Tani, ajo që mua më bëri përshtypje ti këndoje këti çuni që ta ka bërë me Hilje, që të ka zhgënjyja, që ti u tregove naive të tjerë, po ti je me 2 çuna në këngë. Po gjithë ma kam bërë këtë pyetje, pse je me 2 djemta, ti po pianisa, ti po vajtën, thash po. Aty puthesh me njëri, aty ikën me tjetrin. E pësë qa puth ka dole. E mirë, ato e se në tentativ për të puthur. Në të videoklip, ideja ka qenë e imja, edhe... Po, se ideja ka qenë e imja edhe garderobes, edhe make-up, edhe kejt, edhe spotit, se u dësha me kujtu kohën që kam qenë me Adjalin, në kohën e lumëtër, ka pas momentet bukra, po në fund jem zhgënjur për tina dhe jeta ka vazhdu, now I'm happy with the other guy. Jo me lumëtër me tjetërin. Edhe qëta është më të raj, edhe I'm si happy di qysh është. Po, në fakt kjo ka ndodhë pa hire, se nuk u kone planifikume me qenë 2 mashkuj. Po tash, këtë tjetër s'ka dit me vëzit motorin. Qa thua? Edhe u dash me dalë 2 dhe bëjmë historia në këtë Gjitha i mënyrë. nuk dinte me vëzit motorin. Zdinte... Me bicikletë të merë një do. Pa me bicikletë, s'ka nuk vesë me bicikletë. Unë mund të ta kisha dhënë borxh për klipin tjetër nëse e don, e kemi një aty. Ti rregulloj që gomat si i kanë probleme. Okej, edhe me të kuqe po më shkejka. Po më shkejka me kutat. Kështu që me gjithë qefe marë. Kështu që është e jotja, me që se s'ke për ngjyrën e kuqe ndër të Po tjera. bre sot qenë ka edhe ti me ngjyrë kuqe edhe. Se pa bu me fjalë. S'është se e kam shumë preferuar ngjyrën e kuqe. Ne jemi rivale sot, Adidas me Nike. S'është mirë diçka. Duke folur kështu për këngën, unë gjithmonë jam shumë e interesuar dhe më pëlqen
ka shumë detaje klipi sidomos, përsa ka ajo pasqyron këtë që ti ke ndërmend thuash. E duke që unë jam natyrë që i kam qejf që këto dallavere, sikundër ta thash dhe te grimi, po vdes fare. Teksa po shikoja në klip, më pëlqen shumë ajo pjesa ku ti ishe me këtë djalin që të zgënjeu, që po përqafosh dhe tjerë. Unë jam një njeri që besoj shumë te kimia. Po. Edhe ki pa që ka kimia ti. Po. Jam njëri që jam akrep, unë edhe dalloj kur ka kimi. O, akrep edhe unë jam. Seriozi? Po, shumë kur e keni Së konta përqafoj njerë, së konta. Që nga akrep, 28 orë kanë ditinje, kështu që unë urosh. 28? Okej, unë me 11 nëntor. Që që kemi urime së ganë nuk të shë. Po, më shkruash me. Okej, të shkruaj, po, e vërtet. Dhe tani unë pash kimi, se nuk mund t'i lipa i thënë këto gjërat. A din... Edhe akrepët gjërat nëse nuk i ndjejnë nuk i bëjnë. E vërtet, edhe problemi ka qenë shumë i madh për me gjetë një djalë për videoklip. Ti e ndjej këtë djalë? Se që pianisti ta shtorin për Mas pari kur kom kërku për djem, për videoklip, ka qenë shumë e vështirë, se keq shkeshim i gjeshin do fëmi, do tri, edhe okej, stylish e krejt, po kur e shisha tasha djalin, unë e duna me pas chemistry, se nëse nuk kam dal shumë falsë në videoklip. Edhe s'është hera e shumë që unë e bëj aktrim, edhe nuk është hera parë, edhe desha më konë që s'ka regull, nëse pas qa problem. Edhe nëse kemi kërku, në fakt, unë e kom lypë shumë, edhe në fund shoqënia e top model këta që kam pasë në stenish, thash, po ma sugjerojnë këtë djallin. Edhe në fakt, kur e pova unë në Facebook se kej që shtëpën, thash, okay, this is the kind of guy that... drita. Po, adin ashtë keni fare playing, që keni positive energy që ta e blikush me njëherë. Edhe, thash aman unë në telefonit, thash se pëdu me full me ta, adin me po, pëdu me marrë. Fole vetë do me thënë, Po normal që do të me full vetë, mas mirë të me full vetë, se kërja len dikujna do shta thot jo tani, adin e kur thot një di që më intereson mua, ajo kimia zgjati 3 minuta, sa kënga po zgjati më shumë? Ja, sa kënga. E pikin kafe ju pas këngës? Kemi pi kafe ma herët, se këm dasht unë me pa live njerë, si duket, si është mua beti, a është palidhje, a ja vlen me marë, a si ja vlen me marë, se duhet me këqyra a ja vlen, a si ja vlen, nuk mire gjithë kush në videoklip. Edhe ka qenë shumë djali mirë, edhe është shumë djali mirë, thash okej. Ama në fund produkti doli ashtu si të zëhet ti dhe kjo është. Po, edhe ka pas chemistry, vrejet edhe në videoklip, edhe ai ka qenë shumë funny, ai djali, që mu shtike me kesh, dhe thash viç vazhdoj që shtu thash se për një me po do këtë shumë rirë në kamerë. Duke duhemi dhe kjo punë nga marrë fund. Bashkë se ti ke me tjetër, për nëse kjo është çështje tjetër. Po, dhe tha po vjen i nati, tha që je ka shkon ta me tjetër, tha po. Thoje motori, thoje vozisi motorin, edhe tha jo. Thash mësaj motorin, thash. A zashojnë pak bashkë këngën? Po. Sa herë ke parë ti, po dua të vërtetën? Gjdo dit. Gjdo dit e këqyri mos pëshot diçka adin që se kum po ndërshta, ose se di. Për sot e ke parë? Sot ju. Here parë, shohim bashkë. Vazhdojmë. E këmë të thoni ma heret. Ke sisoj? Tu ik pishiut, adin kështu në rojt, nuk është ty krejt. E kuptoj. Po, tu qelë dhe në makinës, krejt nuk ka shita. Se vete ha dhe në makinës, nuk të hapin tjere? Të meshme. Fatjo të kutëm sa dalë janë, do japim dherë në makinës, në rregull. U vendos, do me thënë. Edhe një qadër mund të thështë. E do të kuqe qadër me që së më qitë njëra. Kush ka qadër kuqe të leja të ke dherë atë quna? Mund të thështë. Se është e qam ka të tekë, sot në gjyra kuqe. Tani, e të gjuam këngën. Unë kam një pyetje që ma të mendja, ua bëjt po thua e se gjithë dhe se është të ngacmon kështu në mendje. A të ndodhë që kur e mbaron produktin, ka një gjë që do doje ta ndryshoje te kënga për shembull edhe në rastin konkret? Po, ndodhë shumë shpesh dhe sa ma shumë që ndëgjën, qas ma shumë zhvëditet. Adin dhe thu kus, qëta shtu kam pëlqen heq, edhe në alësh, t'japi ko vetit nesër, e ngoj e prapë. Tani nesër t'pëlqen, nesër t'pëlqen do shta një pjesë që t'ka pëlqy dje, edhe që shie në disponim, po ka rasti që thëmë, a kështë mujtë me shtu edhe një bregj ose një strofë ose diçka, po tani në fund i merr këtë mendimet e secilit edhe pajtohesh dikush, mundesh të salë që ndëgjon edhe shtu. Po mirë, a nuk ndodh kjo duke marrë parasysh faktin që ti ke herët ke dalë në ekran tani më, je këngëtare që suporton dhe këndon mjaft një live-in, ke dalë shumë në ekran, në kompeticione etj. A nuk do kjo që të fitosh imunitet dhe mos të kesh më problem për ta parë? Në fakt, jo që ajo është ma problem, se kur kënon live është ma lehtë se ki këngë të huja, adin. E tani kur ki këngë të tua është shumë ma vështirë, se tu je shumë ma kritike ndaj vetës. Na të live-it e kemi qëtë problem të vogël, që është shumë vështirë me vendosë cila këngë është e duhuna për ty. Se kur jena në studio, okej, bujmë krejt, notat e qana duhem, po është problemit e kënga, se jena mësu me kënu këngë të zhanërve shumë të ndryshme,
Edhe tani ti thu, okej, ku jam unë qëtash. Edhe tani është shumë vështirë në fakt me pas këngën tonë. Sigurisht. Shumë më madhe. Shqiptarët e Shqipërisë të mbajnë mend shumë madje edhe aso kohë dashamirësit për drejtë e kanë qenë shumë tek Albanian Got Talent, këtu shumë vite më parë bashkë me motrën që qenë. Mbaj mend Lady Marmalade që i keni çarë ato mikrofonat të shkret, nuk dia punuan më mikrofonat për sa performancë. Edhe këtë e mbaj mend gjithë këtu në Shqipëri në bazë një studimi që kanë bërë, që nga dita kur fola me Arnold deri sot që je këtu. Tani, çfarë ndodhi me motrën rrugës? Ku është duke motrën? Se ti je sot vetëm dhe nuk je më me motrën. Jo, edhe ajo mirë me muzikë, po e ka pas lum pak, ka po pauzë, edhe u mor me fakultetin, me kësi gjona, dhe në fakt nuk i pëlqejke në qatë kohë fort. Edhe në thas... Në ndjesi është ajo punë? Po, edhe në la njëherë, tash ka fillu prap, e ka një videoklip edhe ajo, e ka një këngë anglisht. Ajo po dënë veç anglisht me kënus, po dënë shqip. Sa ndryshe ju të dyja? Po, tash ajo s'pja ndim për tregun e Kosovës. Edhe të Shqipërisë, edhe më bëm për qef, tha, I'm good, ta përbëj qështu qa po kam qefën e. Thash, okej, thash, pse jo edhe. Kështu që ndodhë që shumë shpejt këna mu bashku edhe me buna e kongë bashkë. Po, pse jo, me që se mdojnë të këto bashkimet. Ke shumë produksione, po një gjë që ndodhë shpesherë në Shqipëri, se duke kështu si rruga me thjesht, është që ti bashkëpunosh me një artist që gjaja ka shumë klikime, shumë i njohur, është brenda tregut e tjerë, edhe si e themi se e shumë bukur dhez. Edhe dhez, do më thënë. Pse ti nuk e dhez me një personazh kështu? Pse nuk e zhvilluar ti këtë rrugon që definitivisht është e thjeshtë? Shumë është e thjeshtë, po... A nuk është më e vështirë të bësh këngë vetëm? është më e vështirë me bëj këngë vetëm, po ndoshta unë jam mësu me gjetë rrugën më të vështirë dhe gjithmonë që ashtu jam rrit me këtë vetë me bu, me kun vetë, me mri vetë. Edhe nuk është që e kam egon e madhe me thonë jo, po du me bu vetë, so unë s'jam kundër bashkëpunimeve, me gjithë qefi bëj, po modestia të na nuk është shumë... Nuk ka buke këtë janë? Nuk aprovohet shumë të artistat tonë, që është diçka ju shumë e mirë, është dashur ma provu ma shumë, se njeri malë s'ka nevoj me full, po shifen vetë veprat. Po tash është shumë vështirë me gjetë edhe une me cilin me bu bashkëpunim me dikën, ose une kisha bu ma shumë me femën se me një mashkull. Në vërtet? Po, une jam shumë pro femnave dhe shumë kam qef me mbu femnat. Sa i ma që zditë këndoj unë me ana? Edhe po, shumë e kisha bu një duet me një femër që nuk e di me kënë kisha mujt me bu duet, po ma përpara kisha bu me një femër se s'ka duetet e na, dhe është... Sidomos mes femrave është një klim pak se... Na femnat duhet mu bashku ma shumë në Kosovë, në Shqipëri e krejt. A nuk e në kokë ndë një bashkëpunim që mund të vi? Kem plan të vish në bashkëpunim e në Po, i kemi do ideja, po... Po që janë akoma ide? Që janë akoma ide, po nuk e... është dhe një këngë tjetër që kam solo, është shumë... Qa rrëme do tjetë paka shumë? Do jetë si dancehall, A, do të zohet shumë për të qarë, po tani të vërtejmë si për divan? Jo, edhe kom e këty nështë dhe ketë ndryshe, so... S'po dhjam me ardhë me dueta, me ardhë me qato. Adin, tash është një pikë pyetje që të shofim. Kur të bëhet me pikë të vendosim me këtë masivin. Me gjithë ekipin tonë. Unë di që ti ke studiuar për skulpturë. I ke patur kështu aty këtu që të dyja dhe muzika dhe skulpturën. Fakti që ne po të shojmë më shumë me projekte muzikore, do të thotë që ke lënë disi në vendin e dytë skulpturën dhe tani më muzika është primare në jetën tënde? Po, është primare muzika, se në fakt puna fakultetit është gjatë këm pas qef arte edhe pse në shkollën e mesme më konë shkencor edhe më konë shumë studente e mirë, këm mësu gjatë këm pas notat tepër të mira. Po, ma ndej vendosa thash okej, po shkojnë në artë se thash që atu jam une, thash babit, se babit që hadë me bu me artë, si kejtë sprint që shenë. Edhe vendosa me shku në fakultet artit, vendosa njëherë graphic design, ma ndej kaluan skulptur, edhe u bu qështu, ma ndej u njësa u marrë muzikë, edhe mu bënin tëna dyqër si për njëherë. Po mirë kanë shku, ndështë edhe për që ata edhe muzika kam jetë pak më anash, se të më nuk ketë mi mbri. Se fakulteti është qefi babit, mamit, edhe of course që edhe jemi normal, po du me thonë ma shumë e kryin, gjithë fëmijët e kryin ma shumë puna babit e mamit. Edhe tash i kom fokusu ma shumë muzikës edhe po vime, projekte ma të reja. Gjithmonë e më shumë. Një pyetje që kam ide në kanë të gjithë në kokë aktualisht që po na shohin, është te këta përshia dhe Instagramin tënd, nuk mungojnë kurse si fotot provokative, ku duket gjoksi, shala, floku, buza e të tjerë. Si kundër edhe në Google, po të Google që pas kam bërë shumë të... Kejtë ato i ki marrë ki qitë mbrapa. Kam një nga quna ato vetë kur të shofë shko që kam mirë. Ma beti mirë që të hukë vetën. Shofë edhe shkrimet të tipit që provokon ana, fotosesioni provokativ janë, si të tjerë.
Këto e bën sepse kjo është natyrën tënde, apo është një mënyrë marketingu, si ku mendon gjithë botën? Nuk e bëj me qëllim, për shembull me thonë hajtë se po shkruajnë dhe ta bëj. Po për shembull isha në pushime dhe qa bën një Snapchat të nkuën, ose s'kisha internet në fakt, gjatë gjithë kohës poshtë, kër ishim të plazhi edhe bësha snepa, kër isha një lule këm pas qëtë, ku e futa ana ka bash një lule, thash, what, adin, se keni idejnë ku e futa ana ka bash një lule. Po nuk e bëj me qëllim, ajo ka qenë në fakt ju befasu që po miren qatë shumë me qato, se unë qas video të knu edhe kush nuk miret me e kënoj ana qëto, adin, edhe që ajo është, tani thonë ju pse po deshen femnat. Normal që deshen femnat ku ju i jep një qatë vëmendje. Edhe ta shonë fotosesionin e fundit që kom pas, në fakt ka qenë ideja e Nagipit që është personi që kujdesi për flokët e mija. Ai ma buni tha, okej, tha, po thoj njerëz, tha, ana ashtu, ana kështu, tha, give them something, abdin to talk about, thash. Okej, hajde për punë. Ai, në fakt, më ka shtime rreziku qatë shumë. Po fotot ju ndalë shumë klasike, nuk ju ndalë vulgare, se unë vetë nuk jam qasë njeri, nuk vesh në anë mënyrë vulgare. Jo, klasike më pëlqejnë edhe mua. Ato ishin ndryshe të mira, në fakt që këtë komentet jenë konë të mira, përveç do grave që nëse ka vetëm komente të mira, po vetëm të mira, ka një problem në këtë mes, kjo është mëse sigur. E kom pritë dhe ato. Si për në fund fare, unë kam edhe një pyetje që ti mund vjetës edhe mos përgjigjesh. Nuk po e Biana, shkur dhe shqip, këtë dashur t'jana? Që e keni zonë me? Jo, ja, single. Dhe së fund me pare kam një fiksim tjetër, duke qenë se ti gjithmonë klasifikohesh të këngëtarët të pakt, vlen të kësoj që këndojnë live, të pakt në tregun muzikor të gjithë shqiptarisë. Kush është kënga që këndon në dush? Ke dy mundësi, ose do të këndosh këngën që këndon në dush, ose një këngë që të shfiksu dhe ti nuk e duron dot si kënga, ma të fiksohet dhe këndon kështu ritmikisht pa dëshirën tënde. Kë ke më thjesht, përcitja. Këta që kënojnë në dush është... Këta që kënojnë në dush. And I, yeah, will always love you. Will always love you. Shqyqy që lash vetëm, Ana. Po, se t'jap mu shpëj, ashtu këtë kur je nervoz, a dine dhe që janë njës të bërtit, and that's the song që une e kënej kështë me Lumë gjithësjet. për mshit e Anës kur lahet Ana. O, zëtë, sa hervinë. Na lëdhe të bërtit, të knu, të aset apet për kënë një mirë. E kongën sëtë që mu ka tek një kongë, nuk është falidhe, po zitë se mu tek në kry. Kush të tek? Kapi lek, zdi pse niva dika dhe vish më kam jetë kapi lek. Kujt ja bërë këtë reklamën me Ana, kujt ja kjo këngë? As të ceke ta shukujnë. A, të thama jo? Sa me Nuk është dinja. të pëlqej, edhe mund ta lësh. Unë falenderoj shumë që ishe me mua sot edhe mbyllëm javën shumë këndshëm njëri, super mega pozitiv, suni tua këto njerëzit. Faleminderit shumë. Edhe turoj së tepërmi suksese në këto dy projekte që nuk po i vendos dot akoma se kush do jetë. Po më rëndësi është bëhet me dashuri të madhe. Gjithsesi, faleminderit shumë, ishte kënaqësi, hera parë që jam këtu edhe unë diva shumë mirë se shpejt shpërshet që jam gati jam shtriu, ne? E pi kafe edhe ti je shumë pozitive edhe për çata se jena akrepa. That's why we click, we have chemistry. Edhe faleminderit shumë, shifemi. Sigurisht do shifemi, do përqefohemi tani. Ju e dini që unë se kam kur marrëdhënien mirë me tabletin, aq më tepër për të lexuar kështu komentet që ju bëni nga herat në Facebook, INTV Benja, dhe na të pyetin që ne shtojmë gjithmonë në fande. Kjo mrëshkiska nuk më rri, e ku dëgjon çapo e lidh dy herë domethënë. Kjo tregon që jam dobësuar, kjo është gjë e mirë, se kam marrë dorë nga dashuria ime e madhe që është byreku dhe dini gjithë. Tani, shprehjet që ju motivojnë më shumti, dhe që i përdorni kështu dhe si logo të jetës tuaj dhe që ju inspirojnë, ju frymëzojnë, duam që t'i ndani me ne. Sikundër i keni ndarë në pjesën më të mirë dërmuesit të komenteve në INTV Benja në Facebook, kështu që unë me si pres t'i shoh, domethënë që janë anglishin që unë i lexoj në mënyrë katastrofale dhe do shkrini duke qeshur sa keq lexoj unë. Do t'i shohim kështu në gjitha komentet e mundshme që keni bërë, si edhe për t'u inspiruar. Ndërkohë mos harroni pak më vonë vjen lista e 10 këngëve më të mira shqiptare këtu. Like Ship Top 10, qarti muzikor i javës. Gjesi thot, jeto, dashuro dhe qesh. Po, dashurove dhe qeshësh. Angela thot, ti dështon vetëm atëherë kur ndalon së provuarin. Dhe këtë janë anglisht, unë përse direkt shqipët që ta keni parasysh. E një donë ato dieta gjithmonë t'jep një mundësi të dytë, ajo quhet e nesërmja. E putim shumë e një donën. Me Vlani thot never say never. Venera ka shumë që na ka nisur dhe foto, domethënë duke shumë bukur.
Dhe Nala thot, whatever you decide to do, make sure it makes you happy. Domethënë, ne kemi thënë tani më prandaj dhe vjen Fan Day për t'i bërë gjërat me pozitivitet dhe me gallate me qejf, domethënë, nëse për sa kohë ti je lumtur çdo gjë që bën është e drejtë. Sara Hoxha thot nuk ka rëndësi çfarë thon ato pas shpinën, rëndësi ka që kur ti kthehesh, ata janë silent dhe pushojnë. Ornela Tafani thot, shpreha që motivon është kur mos u dorëzo. Dani thot, bëu effort, kikurajo dhe je mirë. Këtë e kam parë në një film unë. S'm kujtohet filmi, jam shumë e sigurt që kjo shpreha është në një film. Një film e princesh më duket ka qenë ai filmi. Nuk jam shumë e sigurt gjithsesi di që unë e kam mbajtur nga ai filmi Fatbarda dhe më ka pëlqyer shumë. Edhe filmi edhe kjo shprehje që ti ke cituar. Ja, u smura, një ditë bjeshi, mua mi kanë zëri. Regji thot e qeshura të zjat jetën, Diliana thot everything happens for a reason, Rustem thot never give up, Deni thot bëja të që do jeta është e jotja dhe jo atyre që të gjykojnë. Lejtë thot mos u bëj si cigaret të përdorin më pas të shkelin me këmbë, si droga që pasi ta provojnë vdesin për ty. Wow. Mami më ta pëlqej fare të shprehjen. Neli thot hi Fatmu, shpreha që motivon thot just be you and live your life thot. Emanueli mos u dorëzo kur, Mariana thot shpreha që më motivon së tepërmi është mos u mbështet tek muri se shëmbet dhe bie, mos u mbështet tek njeriu se vdeset e lë, por mbështet tek Zoti se vetëm ai është një. Ndërsa Ronaldi thot çfarë nuk të vret të bën më të fortë dhe mos e lër botën të ndryshojë ty, po mund t'jesh ti ai që ndryshon botën. Nuk kam ide që nëse ka njëri që gjithmonë ndryshon, domethënë faqen e muzikës, në atë çfarë bën dhe çfarë sjell, dhe që na mungon së tepërmi, është Bruno Mars. Produktori i tij më i fundit vjen tani. Domethënë, se po flas keq, prandaj e fokusohem në gjithë kohës. Dhe nuk pas kam asuj ati, që është kjo dashuri për mua sot, asuj, as komplimente, as zime ty e kam që dhe atje, Berti që je fsherë dhe studio të çunave. Për që se jemi të çunat, ju e di që çunat i kam komshinur, i kam këtu djatës, ju i keni miq, i keni mbrëmjen tuaj perfekte në orë 11 natës, vinë çunat edhe sonte, që bëjnë ato gallata që ditë bëjnë ato me ato batutat me një koeficient inteligjent së tepërmi të lartë, Rudi dhe Mateo do të vinë sot në orën 11. I ka kështu pak si shpejt, po ne nisim që nga ora 15 me gjërat e bukura, që në orën 17, më kohë gjitha këto 15. Okej, dhe nga 15 ta nisim, se është Fan Day në orën 3, po na shkaloj modestin tim të tepruar. Shkojmë në orën 17, 2.00, thunë ndryshë në orën 5, ku vjen Pop Land për gjithë ju që jeni bërë fansës të këtij seriali tani më. Futja vrapit Babi vjen 30 minuta më vonë, filmi Harry Brown vjen në orën 7, në Sinemania keni Embrace of the Vampires, në orën 23.00, sikundër sa më lart është Rudi dhe Mateo me trejat kështu, për të kaluar pastaj tek shtunat e diela ku keni një sër serialesh nga ora 8 deri në orën 2, gjithë janë kështu për të parë me gjithë familjen, disa janë edhe me animime se nuk ka gjenerat që nuk do kukulla, domethënë mos guxojmë thoni që nuk e shihni Tom i Jerryn akoma, të gjithë vdesin për Tom i Jerryn. Për të kaluar më vonë tek dita e diel, kështu që nga ora 8 deri në 10 keni Tas Papin, e shumë The Thundermans, Greenhouse e tjerë dhe të gjitha filmat që nuk e keni parë gjatë javës, duke filluar me Cine Love, me Sinemania, e gjithë zhanrat që ne kemi klasifikuar kështu për ta bërë më të lehtë, se nuk keni patur kohë gjatë javës ose doni të shkoni dy herë, pse jo, punë qefi është, mundi të ndiqni gjatë të shtunës dhe gjatë të dielës. Se si ne mund të jemi in for life e kemi kuptuar tani. Kush është kjo kënga Sorry? Okej, hajde ta dëgjojmë. Dikur ne kemi patur marrëveshjen që çfarë më foli, do të lëm. Dikur kemi patur marrëveshjen që në Fan Day për shembull, gjithmonë fliteshin për Kim Kardashian. Nuk kishte shanse që të kalonte një pjesë dhe një sekuencë ku nuk përmendej Kim Kardashian, dhe gati unë përmendja tek motrat e mia, dhe mendoja që e kisha motor. Edhe ti kam iden, Fation dhe gjithkusht tjetër. E kundërta ndodh me pse e fokusoni Enrique Iglesias që unë e kam rrëzuar aty? A doni të shkoj ta kapte ta pustani? Kjo ndodhi aksidentalisht dhe pa dashje, po që është dashuria ime vetmi këngëtar që dashuroj, e kam thënë, cituar e di dhe mami, dhe gjërat janë bërë shumë serioze mes nesh. Tani ku e kisha mendjen? Nëse dikur ishte Kim Kardashian do ditë pjesë e Fan Day, tani është bërë Justin Bieber me këngën që vendos Giulia. Këtë do ja thëja dhe u zgjatej shumë kjo histori, saqë mezi dola në temë. Enrique është mirë, ne jemi mirë, dhe Like Ship Top 10 vjen kështu e bëhet pjesë e jona ndër të tjera, duke nisur kështu nga vendi 10. Kënga që do të vi, ndërkohë ju ftoj që të votoni në Like Ship Top 10 është shumë e thjeshtë, /top 10 për dhënë vendimin, verdiktin tuaj për këngën tuaj të preferuar, dhe jeni ato që vendosni për pozicionet e këtyre këngëve, që i sillim të premte, po i sillim dhe të dielën para ditës, se keni bërë lëmsh çfarë nuk më thonë në kufje, vetëm ti jeni këtu dhe do t'i vrisni të gjithë, se çfarë më thonë dhe çfarë më citojnë ndër të tjera. Në vendin e 10 për këtë javë, nis kështu listën e këngëve më të mira
shqiptare një dyshe. Një dyshe që verën e kam patur hapë të dhjes, domethënë, aq shumë të suksesshëm kanë qenë. Po flasim për Flor Muajesin edhe për Ledri Vulën me You're Beautiful, e të tjerë. Një këngë që është pritur mjaft nga publiku shqiptar dhe e kanë dashur shumë. E vërteta është që javën e kaluar ju e nxorët vetë nga lista për ta rikthyer sërish këtë javë me pozicionin e 10. Dhe nëse nuk e di, një rezume ose të kujtohemi kështu, javën e kaluar në vendin e 10 kanë qenë Thiri Krejt Shoqet, të Lyrica Elson, të MC Kresha dhe Kipman. Spostojnë kështu këtë këngë për të rikthyer në top listën e këngëve më të mira shqiptare Flori dhe Ledri me Ti je shumë e bukur. Shkojmë kështu nga vendi i 10, besoj e dëgjuat një këngë që për ç'është vërteta, këngën e Florit dhe të Ledrit e kam dëgjuar non stop dhe në radio gjatë kësaj vere dhe kjo gjithmonë përkthehet në sukses ta asaj këngë. Sigurisht edhe kënga që vjen tani ka qenë super mega ekstra kam hiperbola të kësaj natyre sukseseve që nga klikimet, nga koncertet, nga lajmet bumastike që janë pompuar non stop në rrjetet sociale, edhe në median online, e të tjerë nuk di më çfarë them dhe deri ku ta çoj, nuk e di, ekstremitetin e suksesit të kësaj këngës. Në vendin e 9 vjen përsëri një dyshe dhe sot që ka dita e dysheve. Prit, dyshe, shumë dyshe kemi sot në Lekship Top 10. Po flas këtu për Encën dhe Noizin. Javën e kaluar po prap një dyshe ishte në vendin e 9 dhe në vendin e 9 javën e kaluar në listën e këngëve më të mira shqiptare ka qenë Ti je zemra jem. Që unë kam shumë qejf si këngë, është produksioni i fundit i Big Papa dhe Tuna, që prezumohet të kolona zanore shtatorit, paktën kështu është situar në lajme dhe kudo vërdall. Që mbet një këngë pozitive, një histori Snapchat shumë e këndshme mbi gjitha. Nuk është më në vendin e 9 se pikërisht Noizi dhe Enca ua kanë zënë këtë vend, duke rënë kështu 2 pozicione më poshtë nga java e kaluar. Pritet me padurim një produksion ekstra dhe solo nga Enca, sikundër pritet me padurim një produksion edhe nga Noizi. Ky fundit i ka ngacmuar paksa fansat me këtë këngë që po vjen ku në fokus ka dashurinë. Kisha harruar unë që Noizi këndonte dashurisë kur do ndonjëherë, kështu që mirë bën që rikthehet në ato ujëra. Do t'i sjellim sot me 2 pozicione më poshtë në Lekship Top 10 në vendin e 9 Enca dhe Noizi. Se dhe kjo nga me të bërtitur, e s'po presa të pjesën Po, bukur është kur i bërtet gjërat e bukura, për sa ko ke një gjithë bukur për ta thënë, mos e mbaj për vete bërtitja botës. Të shumë këruar bërtitin banjo. Ose dikur ku nuk të dëgjoj njerëzit, domethënë, kjo është rëndësishme se kemi nevojë për energji pozitive gjithandej. Sikundër kjo energji pozitive vjen me Lekship Top 10 dhe me këngët më të mira dhe më të votuarat, që është super e thjeshtë një. Nëse përtoni të shkruani aty sipër në Google Intv.al një vizë Pierre Top 10, shkruani thjesht Intv.al. Filloni bëni edhe një xhiro për shembull dhe shikoni kështu lajmet më interesante që qarkullojnë në këtë web. Edhe djathtas shumë keni logon e Lekship Top 10 me Fatma, se kam harruar të them se vdesu kur e them kështu Lekship Top 10 me Fatma. Mund të klikoni aty sipër, i del lista gjithë këngëve shqiptare më të dëgjuara aktualisht dhe ju votoni të preferuarën tuaj. Dhe ne vim pastaj në triumfin, shohim kush kanë qenë gangsterat e javës dhe kush kanë fituar me më shumë vota. Jemi aktualisht në vendin e 8 kështu dhe mua nëse më mungojnë në playlist MC Kresha dhe Lyrica Elson bëjmë keq fare. Pa çka se nuk është se kam marrëdhënie personale as me njërin as me tjetrin, po e dini të bulesën që kam për MC Kresha, ti s'po më dëgjon për mua që e them për ditë këtë gjë, dikur do të flasim me të. MC Kresha dhe Lyrica Elson, domethënë suksesin e tyre ka bërtitur gjithë shqiptaria, jo vetëm unë. Kanë ardhur gjithmonë më shumë produksione shumë suksesshme, po kur morën Ledrin pastaj, kjo ishte thembra Akirit me hip-hop. E dini çfarë po ndodh, ajo që është së tepër më interesante në Lekship Top 10 është kjo që vin njerë me Thiri Krejt Shoqet, dalin nga lista futen me hip-hopin. Domethënë po bëhet një ping-pong midis këngës që kanë me Ledri Vulën dhe këngës që kanë me Kipman, ama gjithmonë statik është Lyrica Elson dhe MC Kresha, kështu që njëherë me këtë këngë, njëherë me këtë këngë, po gjithmonë janë pjesë e Lekship Top 10. Por këtë javë në sajt votave të shumta, ato vinë në vendin e 8 në fakt, duke u rikthyer në playlist dhe nga ky vend kanë hequr Besën. Po sikur ka vajtur Besa, do ta shohim pak më vonë. Kështu që vendi i 8 është i gjithë për hip-hopin. Po këtë këngën që e kisha në kokë sot e këndoja në grim, e stonoja tani se kur them unë e këndoj, dhe se si më duket vetja, e stonoja në grim, po e këndoja, pashi se e dini nuk jam zgjuar unë sot, dinte dhe shi dhe me zi u futa në makinë me zi po vjaq, shumë përtoja me thënë drejtën, e thash dhe fillim që po më zinte gjumi rrugës, dhe fat ndezë radion, edhe 105.7, ishte Blender më duket, edhe del kënga e Enrique Iglesias, ishte si një shenjë nga Zoti, me Sierra, të Taking Back My Love, dhe aty do më thënë,
Doja që kjo fillat të zgjastet për jetësi dhe nuk mbaj mend asgjë që nga ai moment. Është një blank memoria ime që nga ai moment e deri më tani. Jemi në Like Ship Top 10 në vendin e 7 dhe praktikisht tek një këngë që unë kam patur shumë për zemër dhe kam dëgjuar non-stop gjatë gjithë verës. Sidomos në ato ditët e mia specifike ku bëj flok kaçurela. Për të bërë flok kaçurela duhet të jem patjetër në humor shumë të mirë, ma besoni këtë se pa çfarë un jam kaçurese, por nuk duket. Më janë bërë një kështu e 5 lesht aktualisht, nuk dia I kam kaçurela të drejta, por nesër është thjesht momenti pak delikat. Tani, në vendin e 7 vjen kaçureltja më ine verës, që ka qenë Elvana Gjata, që po bën nami me këto lajmet pikante, po edhe stregon gjë, sidomos në rrjetet sociale. Dele veshur me Leila, nxjerr një sfond Leila, a është këngë e re kjo, a është diçka për biznesin e Elvanës, askush nuk di asgjë, askush nuk tregon diçka më shumë. Po ne qëndrojmë këtu tek gjërat e bukura që na ka serviruar gjatë verës, që ka qenë tëra dhe e bëra një klip. Ne jemi një story, një këngë shumë e bukur. Javën e kaluar nuk ishte pjesë e Like Ship Top 10, por është rikthyer kështu dhe direkt në vendin e 7 ka ardhur një produksion shumë I bukur, gjithmonë në pritje një produksioni tjetër, gjithmonë më shumë anonim të Elvanës, ama mua më shijon në maksimum kjo këngë që ngrini zërin, se ne jemi njësoj mbi të gjitha, këtë e thotë edhe Elvana, ne e sillim në vendin e 7. Running out of pages in your passport. Thinking I would jump right over into cold. Të shoh pak se ku jemi tani, se dhe unë hutov. Si ndodh shpesh, nuk është një gjë e re kjo pjesa ku hutohem unë. Jemi në vendin e 6 tamam, edhe vjen këtu një këngë që është dashuri për gjithë fan lovers, për gjithë ato që e quajnë The Butriers vetën, që janë praktikisht edhe fans të Butrientit. Edhe me sa kam parë në Instagramin e Butrin që e përshëndesim se kemi shumë xhan, ai po nxjerr lajme gjithmonë më shumë, po shumë nuk e di, me milimetra I nxjerr ato lajmet për t'i mbajtur edhe surprizë, që do të vi një produksion I ri tani më me Elin, ama është shumë e vërtetë, vlen të kësoj që nga fillesat e tij me Bland the Real, edhe deri në momentin që kemi produksionin në dorë të fundit që është e Jona, nuk është se na ka zgënjyer me gjithmonë muzikalisht me gjërat që ka sjell. Unë vazhdoj të mendoj, do ta them, do ta stërthem, nuk do të lodhe, do ta bërtas nëse është nevoja, edhe po ul zëri, domethënë kur kam ndërmend të bërtas që kënga e Jona e Butrintit që për këtë javë ka 2 pozicione më poshtë, është një ndër këngët më të bukura të kësaj vere dhe nuk kam kuptuar kur atë kimin që ekziston midis Butrintit dhe modeles në klip që ai nuk më ka pranuar kur asgjë, po kjo mund jemi siç më thot diçka tjetër. Gjithsesi, ku ka kimi, ka gjithmonë diçka, më shumë te kimia është pak e frikshme. Një këngë që e keni patur gjithmonë pjesë të Like Ship Top 10. Asnjëherë nuk ka qenë jashtë kësaj playliste, po çka se kohët e fundit vjen gjithmonë duke rënë nga pozicionet, nuk është më në zonën e nxehtë. Javën e kaluar kishim 2 pozicione më lart, praktikisht në vendin e 4, ndërsa këtë javë vjen në vendin e 6, duke larguar kështu nga playlista Samata dhe Gent Fatali me Naedina, ama Butrinti në gjithmonë me vota që ju keni dërguar në info.com/top 10, por këtë javë vjen në vendin e 6 e Jona. Kurse kjo është kështu. Në që se u bëm si shumë romantik, nuk do pajtohemi sepse ti do të bësh para Karenës sensual. Dëgjoj, se ju kam dëshmitar gjithëve dëgjuat, ju nuk e di çka ndodhe me Fationin kohët e fundit, por nuk duron dashuri. Unë me njerëz që nuk durojnë dashuri, kam probleme, domethënë, 2 gjëra dua unë. Ti je I vërtet dhe durosh dashuri, asgjë tjetër nuk kam kërkuar. Të dish të bësh byrek, po kjo është çështje tjetër. Edhe këtë gjithashtu e kam fiksim. Tani ku jemi? Eksakt në zonën e nxehtë. More Giulia me këtë këngë që na ke vendosur në një ditë me shi. Si pa dash do na bësh duke qashur që nuk është e tillë, kënga që të vi tani është shumë pozitive dhe sjell ndërmend verën. Në zonën e nxehtë javën e kaluar në vendin e 5, domethënë nis tek zonën e 5 vendeve më të mira, Alban Skëndere me Angel. Ama sot kemi një dyshe që edhe kjo ka rënë shumë. Po flasim për Ronelën, po flasim për Young Zergën, javën e kaluar ishin në vendin e parë, sot janë në vendin e 5, kanë rënë me 4 pozicione, e të tjerë, kështu që nuk e di fansat e Ronelës dhe të Young Zergës, edhe të dy bashkë me emrusin për bashkët Syniem, duhet të mobilizohen dhe të votojnë pak më shumë në info.com nëse doni të shikoni më lart. Nga java e kaluar që ishin ato që triumfuan dhe gangsterat e listës, siç dua t'i quaj unë, këtë javë vin kështu në vendin e 5, një produksion I lançuar në verë, shumë suksesshëm gjatë verës, Syniem, e të tjerë, s'ka më çfarë të them, domethënë, ne dëgjojmë këngën është pozitive shumë, sidomos për këto ditë me shi. E kërcejmë. Po thuaj se e kisha haruar të këngën, ama mos më fokusoni të Fationin njerëz. Nuk jemi në paqe. Mund të punojmë vetëm me këto kamerat, kthej lutem tiri me kurriz Fationit. Arlisie, mirë, kam shumë xhan kur zie me Fationin. Ne jemi në vendin e 4 për ditën e sotme, për Like Ship Top 10 kështu, edhe në vendin e 4 është një këngë që
do thënë jo si për divan, po vendosni tavolinën si për divan dhe hapni si për tavolinës. Dhe pastaj nuk do jeni më të disponueshëm, kështu disa fraksione, do fraktura, apo ma kujgjë këto fjalë, do keni pas ta kërceni dhe ta këndoni këtë këngën. Se kështu thot Mike fundit. Mike ka provuar të jetë në fund të parë. Janë të shumta votat kundrejt këtij djali dhe pëlqimet kundrejt këtij djali. Domethënë, tamam nëse ti nuk e don Maikun, ke humb diamantin dhe ke zgjedh gurin, siç e ka thënë ai në këngën e tij. Ka ardhur këtu me një këngë super mega ritmike që është Kthen, e cila në fillim kur lançuar ishte në vendin e parë. Javën e kaluar ka qenë diku te 2 apo 3, se më po ja ta kopjojmë se fundja me kopje po bëhet çdo gjë. Kështu që me 2 pozicione pas Karon që i bie ka qenë në vendin e dytë edhe Mike vjen sot në vendin e katërt, duke nxjerrë këtu jashtë këtij pozicioni se javën e kaluar ka qenë butrindi, kështu që ka zbritur Mike. Kthen është një produksion shumë ritmik. Majku ka kërcyer, ka kënduar me të këngën fansët e Majkut kanë kërcyer, e dashura e Majkut ka kërcyer që nuk e di. Domethënë ka të shumta dhe nuk i kursen daljet publike me të dashun, ai sa ne kemi duar që do martohet, po nuk e di sa e vërtetë është kjo. A do martohet as do martohet Mike? Ne me rëndësi ka që edhe single dhe i martuar dhe i dashuruar na bën të kërcejmë me këngën e tij. Për këtë javë në vend të katërt, Mike. Në vendin e tretë, ja ku erdhi fundi edhe playlistës Flagship Top 10 të këngëve më të mira, do të shohim kështu kush janë vendet e nxehta, zonat më të mira, këngët më të mira të javës, më dëgjuara, më të plejuara këtu në Interval Albania, në In Radio 105.7 dhe mbi gjitha më të votuara nga të gjithë ju fan lover, po mbi gjitha ju që doni muzikën shqiptare në interval.al/top 10. Okej, që spontanisht Demek ta shikoni ju, pastaj ta shikoj unë. Në vendin e tretë, javën e kaluar ka qenë My Girl, produksioni Adrian Gazës, kështu me Frankes, një DJ e njohur në mbar Ballkan, një produksion që ka ecur mjaft një gjatë verës, një klip shumë i bukur. Nuk mungojnë ato femrat me shtiklla dhe me bikini etj, po i kemi cituar. Ka ndryshuar shumë situata për këtë javë, sepse në vendin e tretë vjen një këngë jo më për të kërcyer Turn Me On, për të dëgjuar 2 sekonda, për të shtrirë kështu për shembull kur e dëgjon, ose për të bërë videoklipe në makinë dhe për të shijuar në maksimum çdo copëz e këtij teksti me të vërtet mahnitës dhe dehës. E kuptuat për kë e kam, Hitori dhe Ilbëri, Alban Skënderaj vjen në vendin e tretë me Angel. Në fakt, kënga në fjalë gjithmonë është pjesë e Flagship Top 10 dhe gjithmonë është pjesë e zonave më të nxehta. Kanë gjetur kështu 2 pozicione nga java e kaluar, se javën e kaluar ishte në vendin e 5. Me 3 vendet e nxehta dhe 3 vendet e para dua të bëj diçka, dua të shoh pak që kanë postuar në Instagram. Kështu që le të shkojmë pak tek Instagrami i Albani, që nuk është shumë aktiv, le të thot 25 statore pas ka postuar foton e fundit. Dhe është fotoja ku anoncon dhe njofton që do të jetë i lumtur thot për këtë eksperiencë tre artistike në kërkim të zërit më të bukur. Do të jetë një ndër vokal coach të The Voice of Albania, kështu që të gjithë fanët e Albanës nuk do ta shihni produksione muzikore, do ta shihni tani më një tjetër version, atë që di të bëjmë më mirë të gjykoj zërin e tjerëve, duke qenë se ka një posedon kështu një zë fantastik dhe për vete. Për gjithë Angel, dhe për gjithë ato që ndihen Angel, që gjithë cili është i tillë, në vendin e tretë Alban Skënderaj. You are the one thing in my way. Pas një këngë shumë bukur ku në fokus kishte dashurinë e pozicionuar kështu për këtë javë në vend të tretë, do të kalojmë tek një këngë që prap dashurinë, nga po këtë dashurinë që është pak e komplikuar, domethënë këto marrëdhëniet e komplikuara të dashurisë, që një zot e di ku ke kokën dhe jo më të dashurin dhe marrëdhënien, për shembull. Këto hangoverat e verës, këto flirtet e verës që u ka kënduar që flit verës e tëra dhe bëra besa kokdhima, më saktë më mirë. Meqenëse jemi te dashuria, domethënë tek muhabetet e komplikuara dashurisë. Dashuria për të qenë e tillë ka lindur, domethënë për të qenë pak e komplikuar që të krijohet të ndjesitë më të çuditshme të kësaj bote. Nëse Besa e kishte afër këtu te kënga të paktën, Albania e kishte afër Miriamin gjatë klipit të Angel, ju që keni larg këtë dashurinë, do duheni të flisni me të, do duheni të tregoni dashurinë, ti bëni skena xhelozie, ti thoni pse malesin etj etj. Të gjitha këto mund t'i bëni në paketat e Telekomit. Unë kam thënë tani më që marrëdhëniet në distancë funksionojnë dhe siç më besuat një herë, funksionojnë vetëm me Telekom Albania. Ma besoni këtë fundit, se do flasësh non stop me 4G e Telekomit, me këtë alfën e jetës tënde, domethënë do flasësh me 4G e Telekomit në FaceTime, në Viber dhe gjithë aplikacionet që sot janë shumë të përditësuara dhe pëlqejnë nga gjithë. Ama me gjithë njerëzit ti mund të komunikosh, mund të bësh pjesë në paketa që nuk kanë vetëm komunikim, por edhe shumë benefite të tjera, paketa që mund t'i lexosh dhe t'i bësh tënde, tuajat pa diskutim në telekom.com.al që ditat ketë më shumë ngjyra. Sigurisht Besa jep ngjyra të tjera Flagship Top 10. Për këtë javë ajo është progresi i javës, është nxënësja më e mirë Flagship Top 10 s'është shkritur më shumë se të gjithë. 6 pozicione më lart kanë ngjitur. Javën e kaluar në vendin e dytë ishte Mike me Kthen, po me 6 ngritje kështu totale dhe të frikshme Besa vjen nga vendi i 8 në vendin e dytë për ditën e sotme me Hangover, një produksion që gjatë verës është pritur shumë mirë, vazhdon të pritet të duhet shumë nga gjithë ju, kështu që vendi i dytë Besa Kokdhima. Whoa. Any second, any minute, we up. Way, you know that I don't play. Se
Sot ditë nuk e di pse unë po harroj shumë gjëra. Jam bërë me vërtet shumë keq, jam shumë rrëmuar, kështu duhet ta diskutojmë. Harrova t'ju them çka kishte postuar Besa në Instagram, meqense Besën e dëgjuam pak më herë dhe kishim kështu në vendin e dytë për këtë javë. Besa kishte postuar një foto para një 5 ditësh, prit pak, tamam 5 days ago, me një kushërinë e saj që kishte festuar 20 vjetorin. Nuk po lançon në gjyqë na bën ne të mendojmë që po shkon në produksion tjetër muzikor. Okej, kaq ishte. Tani do të shkojmë tek vendi i parë, më para do të shkojmë tek vendi i parë, sikur në të gjithë modësh, më së natyrshme, bëjmë atë parakalimin interesant. Kush e mban mend, bravo ju qof, kush e mban mend, ja ju ndihmon Fatma tani me gjithë këngët që ju keni zgjedhur të bëni pjesë të playlistës shqiptare më të dëgjuar dhe më të votuar dhe më cool të javës e quajtur Like Shqip Top 10 me Fatmën, se kam qef dhe këtë. Në vendin e 10 ishte Klor Majesi dhe Ledri Vulaj me Beautiful. Në vendin e 9 Enca dhe Noizi me Bow Down, 2 pozicione më poshtë. Kresha, Ledri dhe Lyrical Son vinin në vendin e 8 me Hip Hop. Elvana me Nimi njësoj vinte në vendin e 7. Butrinti me Jona 2 pozicione më poshtë, tani më në vendin e 6. Ronila dhe Young Zerika jo më të parë për të 5 kësaj here. Mike me Kcen 2 vende më poshtë në vendin e 4. Vendi i 3 ishte për Alban Skënderaj dhe Angel. Vendi i dytë ishte për Besa me Hangover. Dhe vendi i parë është për Giulio. Okej, bëjmë edhe një herë. Vendi i parë është për nuk u bë plak. Giulio edhe një herë. Vendi i parë është për që dalje pak me bërë spontanisht dhe më mirë. Është rikthyer në fakt kënga në vend parë edhe një herë kështu. Ka qenë dikur, jo nuk u tha rikthejmë përsëri. Se përtoj. Dhe nuk ta mërzitet Adriani, mbi gjitha. Ka qenë edhe një herë në vend parë në fakt në Like Shqip Top 10 dhe kështu zbriti nga koha e El Havdis, duke rënë një herë në vendin e dytë, pastaj në vendin e tretë dhe kur unë mendova që iku gaxha, kaq e fati, ju mobilizua dhe rikthyehet në vend të parë për herë të dytë në Like Shqip Top 10. Okej, kjo është një këngë shumë e bukur. Këtë e kemi sot e cituar. Unë harrova ta shoh çfarë ka postuar Adriani në Instagram, megjithëse me këtë po merremi këto kohë, kështu që vendosni këngën ju në sfond strategjiu dhe ta shkruaj, se nuk e kam të histori. Një produksion i cili erdhi gjatë verës, produksion që mban firmën dhe vullën e Brick Records sigurisht, është punuar shumë për këtë, një bashkëpunim me Franke, si kemi thënë dhe cituar që klipet e Adrianit janë gjithmonë të bukura, dhe mua më duket vetja shumë përsërit se kur them të njëjta gjëra. Ua, fotoja e fundit që ka para 22 orë më shumë orësh. Edhe Nature Lover, domethënë mbas është duke xhiruar ndaj klipa ndaj nga natyra ose po vrapon për këtë të fundit. Rikthehet në vendin e parë një produksion shumë i dashur dhe i përzemërt edhe për mua, Adrian Gaxha, Frankis My Girl, ky triumfoi për këtë javë në Like Shqip Top 10. Do shumë shprehet këtu për këtu. Okej, ne do ndahemi tani me njëri tjetrin, kështu që le t'i bëjmë detyrat e shtëpisë të tipit. Vazhdoni që ndroni me ne gjatë gjithë fundjavës për gallat, për qefët dhe për qenin for live, jo vetëm me programacionin që sjellim, por edhe me strishat tona sensuale që nuk kam pse të mungojnë në përditshmërinë tuaj. Kështu Facebookin të Vëllbenja, Instagram, Giulio, çka ke sot që je shumë qetësim me këtë këngë? Çfarë po ndodh me ty vallë? Instagram, Twitter, po mundosh të gjetë këngën që kam qef unë. U emocionove që kur kërkova këngën e Adrianit, Giulio, dhe kjo s'është që e mirë. Tani, në Facebook i të Vëllbenja, sot po flisim për... Mjafton, e kemi dëgjuar shumë sa që më vërsin një null. Sot po flisim për shprehjen tuaj ideale të jetës që e doni shumë, që e keni logo e tjerë për të inspiruar kështu. Ju e dini atë fiksimin tim që unë kur lexoj libra, i nënvizoj shumë madje dhe kam dhe një blog që i shkruaj të shpreh dhe kur dua të bëj si inteligjente, filloj të përdor këto. Domethënë inteligjencë huazuar kjo e fundit. Çfarë mendojnë followers për këtë? Dhe kush është shprehja e tyre jetës? Ne nisim me Ronaldin që thotë jo, këtë e kam lexuar. Kjo memoria ime nuk u rregulla kurrë. Ky është problem. Eran, ato gjërat nuk ndodhin më kohë, çdo gjë ndodh për një arsye, për diçka më të mirë. Të përshëndes Fatma thot. E përshëndes shumë edhe unë. Ida thot buzëqesh kur dëshiron ta injorosh dhe senet e mira vina avash avash. Po zemër. Për të kaluar pastaj tek Aureli thot, if others can, why not me? Nëse thjesht mund ta bëjnë, çka pse mos e bësh dhe ti? Thot, Dafina Saks thot jetoje gjithë jetën siç ishte dita e parë e fundit. Kam ide, Dafina komenton gjithmonë, kështu e pusim shumë Dafinën, se më vjen si emër shumë i parë. Dritjeta thot, haj byreku im. Okej, çuna ky është pseudonimi më i bukur i vend ndonjëherë, Byrek. Më pëlqen shumë të quhem Byrek. Po. Është emër shumë interesant. Tani, mua thot fjala që më motivon është Kida dhe Fatma. Ua, ky komenti që ka për të printuar për të vendosur te koka e krevatit. Edmonti thot s'ki fakte me mohu, kështu që mos kur e thot goja jem u firmos. Tekst këngë më duk. Fationa thot asgjë s'na shpëton nga vdekja, por dashuria na shpëton nga jeta. Oh, shumë e bukur dhe kjo. Sonila thot më uret tani, më uret çdo ditë, më duaj më vonë. Ledi thot jetoj jetën si të kesh qejf.
Kjo më pëlqen, mua dua ta lë këtu, si të kesh qejf, nëse gjërat bëhen me dashuri, nuk mund të jenë gabim, për sa kohë ti diçka e ke dashur kur ka ndodhur apo kur e ke bërë këtë. Në gjë tjetër kemi përctuar e nuk kemi përctuar. Do takohemi të dielën në radio 105.7 me mua për t'i parë edhe një herë, për t'i dëgjuar më saktë 10 këngët më të mira të javës, ju mund të filloni t'i votoni që tani në Like Ship Top 10, domethënë. Edhe të hënë pastaj do bëjmë dallavere me njëri tjetrin, ju do mërziten me mua, unë nuk mërzitem me ju, etj. Fundjava është e gjitha për ju, kështu që bëni qef. Closer in the backseat